Shumica i dini këto çka kemi të prandën e kemi mbledhën e vazhdimin e seancës kuvendit, kemi marrë disa vendime si kryesi e kuvendit, veçanërisht formimin e grupeve të miqësisë. Janë krijuar 45 grupe të miqësisë, grupe parlamentare po flas. Njëjtën kohë kemi vazhdimin e seancës, janë 10 pika të rëndi ditës, kjo është gjithë ajo. Do të jetë premte çfarë ore? Në premten do t'jetë në ora 4, se mendova se veç e keni marrë nga kolegët e kryesisë. A ka diçka tjetër pyetje? Edhe çfarë me vazhdu seancë? Urdhëron? Çfarë mënyre, çfarë forme do të thotë? Ne, opozita janë pjesë e veprimit institucional në Kosovë, besojmë shumë se bashkarisht do të arrijmë që të përçojmë mesazhin te qytetarët e Republikës Kosovës se kuvendi veçanërisht është duke i kryer obligimet e veta kushtetuese ligjore para qytetarëve të vet. Tjetër, a keni ndonjë pyetje? Me respektuar rregullorin komplet edhe me policinë se prap të pranë opozitës. Unë shpresoj se njerëzit e vetëdijshëm, njerëzit e mençur aq më tepër ne që jemi zgjedhur të popullit, çdo komunikim e kemi përmes dialogut, përmes arsyes, shpresoj dhe besoj edhe në arsyen e përbashkët se agenda për përmirësimin e jetës qytetarëve është prioritet për ne, se institucionet e Republikës Kosovës janë vendi ku ne bashkarisht duhet të komunikojmë në mes vete në mënyrën që ta mbrojmë edhe atë dhënë tonë, edhe institucionet tona, edhe interesin e qytetarëve tonë. Edhe pas takimit të presidentit opozita njëjtë ka deklaruar. Nëse thirrët seancë kanë thënë se vetëm do të tensionohet situata. Si mund të vazhdojë përdesa kemi këto qendrime? Opozita është shumë e respektuar. Janë 31 deputet, cilët ne çdo ditë jemi duke i dëgjuar, në të kohë edhe opozita po ashtu është e respektuar. Ne duhet i krijojmë mundësi njëri tjetrit që të dalim nga kjo situatë, askush nuk ka drejt të bllokoj punën e institucioneve të Republikës Kosovës dhe askush nga ne nuk ka drejt ta merr primatin rreth një të drejtë. Kosova, interesat e qytetarëve tyre mbrohen vetëm përmes institucioneve këtu në kuvendin e Republikës Kosovës në rend parë, veçanërisht ku është edhe opozita dhe opozita. Faleminderit shumë edhe juve. Cili do të jetë veprimi juaj pas paralajmimit të opozitës se sërish do të Do të jetë një vazhdimsi e thirrjes së arsyes, do të jetë një vazhdimsi e thirrjes ndërgjegjës, edhe do të jetë një vendosshmëri se nuk ka gaz lotësjellës, asnjë mjet, si na zbras pe qëllimit i cili është mbrojtja e institucioneve, rujtja e institucioneve, forcimi i shtetit, integrimi i shtetit, strukturat veriatlantike. A do të ndonë ato sa policore këtë radhë institucione zoti Kryetari? Unë po shpresoj se ne jemi në një vend ku gjithë janë zgjedhur. Kjo është kuvendi i Republikës Kosovës. Këtu duhet me pas sa ma pak dhunë, sa ma pak gaz lotësjellës, sa ma pak sjellje jo dinjitoze. Faleminderit shumë.